Prandaj thot Zoti inna dina inda Allahi l-Islam, feja pranuar tek Allahu është Islami. Dhe një ajet tjetër thot wa man yabtaghi ghayra al-Islami dinan falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati min al-khasirin. E kush kërkon fe tjetër veç Islamit do pranohet prej tij. Dhe ai në botën tjetër është prej të mëkatit. Prandaj vllai nderuar dhe motë nderuar, duhet kemi pra të kujdesemi për këtë fe. Kujdesemi ne, po edhe familjarët tanë, edhe fëmijëve tanë. Ti je i pari që i mëson fëmijës shahadetin, la ilaha illallah Muhammedur Rasulullah. Ti je i pari që i mëson surën Fatiha, i mëson abdesin, i mëson namazin. Sepse ti je baba, ti je nana, ti ndoshta je gjyshi, dhe ti e don të mirën fëmijës tonë apo nipit e mbesës tënde. Prandaj vëllezër besimtar, një nga dua që bëte profeti, Allahumma aslih dini alladhi huwa ismatu amri. O Allah, ma rregullo fenë e cila është shtylla mbështetëse kryesore e imi. Gjë bë kryesor është feja. Pa fe, mos besove Zotin, je thjesht një krijesë, që nuk ke vlerë.